Edhe këtë javë, Kino Hyriehana ka përgatitur një listë të gjerë filmash që do të shfaqë në ekranin gjigant të saj gjatë vikendit, duke u përshtatur të gjitha moshave. Këtë javë, Kino ka sjellë premierën The Mandalorian and Grogu, duke synuar të ofrojë një eksperiencë të mrekullueshme te të gjithë adhuruesit e botës së filmit. Pra, këtë të premtë në orët 18, shfaqet premiera The Mandalorian and Grogu, ndërka dita përmbyllet me filmin The Devil Wears Prada 2 nga ora 20:30. Sa i përket të shtunës, dita fillon me shfaqjen e filmit Sneaks në ora 13, për të vazhduar me filmin The Mandalorian and Grogu në ora 16, The Devil Wears Prada 2 në ora 18 dhe dita përmbyllet me filmin Michael ora 20:30. Listë gjatë e filmave nuk do të mungoj as ditën e diel, ku në ora 13 shfaqet filmi The Super Mario Galaxy Movie, në ora 16 The Mandalorian and Grogu, për të vazhduar në orën 18 me filmin Michael dhe dita përmbyllet në ora 20:30 me filmin The Devil Wears Prada 2.